Përshëndetje, shikues të nderuar, në emisionin e kësaj jave përballë meje kam njërin prej kandidatëve të PDK-s për deputet në Kuvendin e Kosovës, ish ministrin e Ndërmarrësisë dhe Inovacionit, profesor Muzafer Shala. Prof, mirë se erdhe përballë me gazën. Mirë se u gjeta dhe ju përgëzoj për studion, me të vërtetë që ka shumë e mirë dhe interesante dhe diçka inovative dhe e kohës. Keni qenë, faleminderit shumë, keni qenë një kohë pak në politik, po tani një largu prej saj keni vazhdu me biznes privat edhe me ligjërata në për universitetet ma prestigjioze në Kosovë. Pse u riktheve në politikë? Politika, unë jem kon, jo pak, po jem kon gjatë, dikon prej vitit 2011, kur jem kthy për studime doktoratës prej Anglisë, jem kon aktivisht në Partinë Demokratike të Kosovës, ku marr pjesë në hartimin e shumë strategjive, programeve, ngara elektorale, lokale, qendrore, gjitha këto, dhe kum qenë kogja aktiv, nuk është që jem kon jashtë sajna, nuk është kohë e shkurt. Mirë po kum vazhdu vazhdimisht edhe me pjesën tjetër të punëve të mia akademike që i kum pas dhe kum dhënë kontributin politik, me që mendoj që përmes dhënies së kontributit në politik na mundemi me bëllë gjëra të mira dhe me ndryshu gjëra ose me dhënë një kontribut që është i rëndësishëm. Sa përfaqëson PDK-ja për ty? Po PDK-ja është, mendoj që partia ma stabile dhe ma e fortë në Kosovë, është parti shtetformuese, mendoj që ka një histori gjatë, në skenën politike, po në anën tjetër është edhe një parti e cila ka një strukturë të mirë kadrovike, një antarësi të mirë, ka një numër të madh të nëndegve, të degve, ka një organizim mirë, ka një strukturë, ka një stabilitet, dhe mendoj që është njëra prej partive ma stabile në Kosovë dhe kjo më bën muni kogja mirë. Stabile po larg vendet parë, dhe nuk po mundet me marrë veten prej kur ish presidenti thotë që nuk është më në krye të saj, të qysh ka ngesë në vend në mrim. Nuk është që ka ngesë në vend në mrim, Partia Demokratike edhe kur ka qenë edhe ma herët në opozitë, kur kanë qenë negociatat për shtetformim dhe për këto dhe prej opozitës e ka dhënë kontributin e vetë, pastaj një kohë ka udhëheq me qeverinë, një pjesë ka udhëheq vetë, atëherë me kryeministrin Thaçi, një kohë ka qenë pjesë e koalicionit me partitë të tjera, mirë po edhe kur i kemi humbë zgjedhjet 2019 që ka qenë një deklaratë e kryetarit Kadri Veseli në atë kohë që ne po shkojmë në opozitë dhe po e marrim përgjegjësinë tonë, nuk është që jemi ndalë, ka ndodhur shumë procese, ka ndodhur Covidi, ka ndodhur gjëra ndryshme, ka ndodhur marrja e dy liderëve më të rëndësishëm të Partisë Demokratike të Kosovës, të përfshirë Bacin Jakupi, i cili më herët ka qenë pjesë e Partisë Demokratike, dhe këto nuk kanë qenë të lehta për Partinë Demokratike. Qysh po është e fuqishme në zgjedhje lokale, po nuk po përkthehet krejt që ajo tani edhe në zgjedhje nacionale. Unë mendoj që ka pas një ramje, mirë, po mendoj që rikthimi ka më boj Partisë Demokratike me këto zgjedhje, për shkak se Cili beson se ka me konë rezultati me 28? Rezultati partia e parë, në zgjedhje, është ambicioze. Është reale, për shkak se tu e pas parasysh numrin e strukturës që ne kemi në terren, dhe tu e pas parasysh listën e kandidatëve që kemi, dhe tu e pas parasysh kandidatin për kryeministër që kemi zotëri Bedri Hamzën, mendoj që ne jemi përgatitur për këto zgjedhje dhe po him fuqishëm. Njëra prej arsyeve që ne jemi përgatitur për këto është edhe kandidimi jam, ju thatë me u rikthye në politikë, unë për arsyet mia personale nuk kam qenë tash 2 vite antar pjesë e kryesisë Partisë Demokratike të Kosovës, mirë po gjithmonë kam qenë afër saj dhe gjithmonë ka qenë një farë pikë referencë për mua, për shkak se unë mendoj që përmes Partisë Demokratike të Kosovës është një fjalë që e thojmë ne shpesh dhe që ka thënë kryetari Veseli që kur të nalet PDK-ja nalet Kosova, dhe kështu që na mendoj që duhet me qenë pjesë e kësaj, dhe unë mendoj që jam të dhënë kontributin tim. Po që beson që një lider populist, që është Albin Kurti, mundet më poshtë nga lider teknokrat, si Bedrio apo Lomiri, që të ma shumë folin për ekspertiza profesionale, se kështu që i prejken sentiment me fjalime qytetarë. Unë s'po du me folë për Albin Kurti për shkak se ka dështu. Do më thonë, ka qenë i person i cili, do më thonë, i pa ditur sa i përket, Albin Kurti ka qenë një person i pa ditur sa i përket shtyrjes procesit përpara, duke pas parasysh që mi pas 51% të votave, dhe mos me mujt me i shty, po e marrë vetëm një shembull që më prek mu në profesionin tem,
është ligji për tekstet shkollore dhe nuk ka mujt me kalu në parlament. Do të thonë që është, po marr vetëm këtë dhe shumë gjëra tjera, kaosi energjetik dhe shumë probleme tjera në shëndetësi, për shembull ne sot nuk kemi sigurim shëndetësor, pastaj blokada rrugëve, pastaj e ki inflacionin e madh, bankat sot nuk ju japin bizneseve kredi, domethënë. Dhe këto janë këtë dështime, kjo është padituri dhe mos funksionalitet. Ke folja dhe Po, herat kalume. jo, deshta me thonë se me të gjystë kjo. Kurse sa i përket Bedri Hamzës, ne e dim që pozita që i ka pas vazhdimisht, kanë qenë pozita ku ka kallëzuar rezultate. Dhe mendoj që nuk mundem me thonë vetëm teknokrat, për shkak se është një përvojë gjatë që e ka në politikë, domethënë është edhe politikan, domethënë për shkak se për çështje profesionale, kështu në ke prejkë në emocion qytetarët me fjalime. Portreti Bedri Hamzës po flas në sytë e mi, domethënë është një person i cili ka një kulturë politike, e cila është mirëprit edhe në rand parë prej antarësisë tonë, po në anën tjetër është prit edhe prej qytetarëve, domethënë. Prandaj nuk është kjo e rastit, domethënë, është kulturë politike që na kemi nevojë mos me pas polarizim në këtë vend, për shkak se njerëzit janë lodhur duke pas polarizim. Pjesa teknokratike, pastaj është që e plotson në profesionin e vet dhe në fushën e vet që e ka fushën e ekonomisë. Mirë, po pjesë të tjera, domethënë, ka zgjedhur një ekip shumë të mirë në fushat e tjera, qoftë në drejtësi, qoftë në teknologji, qoftë në inovacion, qoftë në mbrojtje dhe siguri, domethënë, ka njerëz qoftë në shëndetësi, ka njerëz brenda listës vet, domethënë njerëz që mundën me plotsu për shkak se njëri nuk mund të mi ditë gjitha problemet. Ne kemi një njerëz që ka menduar që i den edhe i zgjedh gjitha problemet, po faktikisht ka dështuar, ajo është Albin Kurti. Ku ka dështuar më shumë ti? Po në gjitha sektorët. Unë nuk di ku mundu me thonë që ka pas sukses. Ne nuk kemi sot e përmena dhe ma herët sigurime shëndetësore. S'ka pas as ma herët? Po s'ka pas, po dosh me i bo, 5 vjetë jenë loja, me i pas, për shkak se do të me pas pasysh që Kosova nuk ka pas as administratë publike. Kosova nuk ka pas as universitetet, e din shumë për shtë në Mitrovice, ne kemi mësuar në fabrikë të akumulatorëve këto, dhe sot e ne kemi fillu prej zerës kemi fillu në këtë vend, dhe është ndërtu, dhe nuk mundu me thonë, s'ka pas diçka ma jetë, për shkak se është zhvillu shumë, në thonë kë vend, mirë, po prej, kur ka orën për shtet, lëvizja të vendosje me Albin Kurtin, ne nuk kemi ndonjë zhvillim të mirë matutje, dhe mendoj që është përgjithësi e tina, unë nuk isha një shumë mirë me konventina, mos me pas gjithat fuqi elektorale që e ka pas, gjithat numër që e ka në kuvend, dhe mos me mujt me bo asë një proces me shtypër para. Pse mos me bo sigurimi shëndetësor? Pse mos me bo ligji për tekstet shkollore? Pse mos me regullu kaosi energjetik cilin e ka nalë vetë, para se me ardhë në pushtet, ka pos opozitbërje nga partit ish opozitare mujve të fundit, me çështjen e energjisë elektrike për shkak blerjes të madhe të rrymës që ka ndodhur. Shumë e thjeshtë kjo punë. Kosova i prodhon dikon kushtet më të mira me krejt, domethënë e ki Kosovën B që ka 2 bloqe, B1 edhe B2 që i prodhojnë maksimumi 500 MW. E ki bloqet A3, A4, A5, 2 ki jashtë funksionalitetit A1 edhe A2, janë i rënë gjithmonë rezervë, domethënë janë prej bloqeve, i ki dikon 360 MW, dhe në total me gjitha tjerë atë prodhimet që bëhen ansore prej ujmanit ose prej kësaj pjesës mulleve terës që janë atje, domethënë i ki dikon që mund me mrrin 900 deri në 1000. Dhe konsumin e ki 1400 MW e ki momentalisht, dhe po pritet me shku 1500 dhe 1600, dhe më tonë këtë dimër. Dhe është shumë e thjeshtë, dhe më tonë, nëse, duhet vesh më ullë dhe me këshu që ka jemi të bona. A dojna me bo resurse shtesë, a dojna me rritë kapacitetet e termocentraleve aktuale, a dojna ato kam problem sot me remont, dhe më tonë vazhdimisht kam probleme, apo që ka dojna me bo, dhe më tonë. Një bjen kushte ekstreme. Një du të me majtë rezervë, një bjen. Kjo që ka është me e keqja, na jemi pjesë e rrjetit ndërkombëtar. Dhe në momentin kur nuk kemi stabilitet, për shkak se është formula që e bën llogaritjen, do të thonë është proces teknik, tash mos të shpjegoj atë, do të thonë momentin që ka ramjet më nehershme, bim bloqet edhe ato, ne nuk dalim mirë as para partnerëve ndërkombëtar, do të thonë. Para sistemeve ndërkombëtare ku Kosova bën pjesë në ato sisteme ndërkombëtare. Prandaj ky jo stabilitet, do të thonë, ky hup edhe investitorët. Pastaj kemi problem me çështjen e licencave. Do të thonë planet zhvillimore komunale kanë problem me pjesën e legjislacionit për ambient, do të thonë, dhe ka investitorë që dojnë me investu në resurset alternative të energjisë, mirë po për shkak të procedurave byrokratike,
që da zgjasin shumë, ata veç tërhiqen edhe Sa me bo për vazhdojnë dëkëja ma nëse tutje. vjen qeveri për këtë temë? Që to janë temat që ne kemi mi bo, do më thonë është plani konkret, dhe ne duhet me i lehtësu këto procese që me i rrit kapacitetet alternative të energjisë elektrike, do më thonë me provu, me i forcu hala ma shumë resurset aktuale që i kemi, do më thonë, dhe natyresht duhet me pa mundësinë e përdorimit të gazit, cilën kjo e ka ndalu. Po thoni se keni me këty furnizimin me gaz në Kosovë, keni me vazhdu qatë projekt që ju konë si ideore. Po ajo një alternativë duhet më bo. Na veç e dim një gjohë që sot jemi të ble rrym prej burimeve dyshemta. Do thonë, Albin Kurti blen rrym, qeveria e tina, blen rrym, po që ndërmjetësus, po sistemet e biznesit ne nuk mundemi me i analizu gjitha, na nuk e kemi ato të regjistrume gjitha në ARBK dhe me ditë kush shka është, dhe nuk e dim kush prej kujna po blen, mirë, po mune me qenë agenda të ndryshme, dhe në këtë rast, ne duhet me bo zgjidhje, si dhe na plajna në qëmër, na kemi mundësi me pas gaz dhe ne duhet me pas zgjidhje, domethënë, e dim që konzumi shkon 1400 eki momentalisht sot dhe nesër mundesh me pas 1500 megawatt ose 1600 dhe na nuk i kemi dikon 900 dhe 1000 megawatt kur është mas miri, domethënë që është prodhimi pa pas ndonjë rrëmje. Po ja marr vetëm një shembull, e ki Malishevën për shembull, ata nuk kanë pas trafostacion 110 kW. Dhe ka qenë një zonë e erdhë, do më thonë, tek që tash kanë mbrime në shku një kontratë për me o kriju trafostacion atje, do më thonë, ka qenë një zonë ku vazhdimisht kanë pas probleme shumë loja. Ose për shkak të mos të investimit në rjetin transmetues, Fush Kosova vitin e kalum ka pas reduktime, do më thonë. Kështu që shtë problemet që duhet me i zgjedhë kjo qeveri, do më thonë, dhe këto nuk i ka bo, do më thonë, për 5 vite. Nëse për kjo është në pushtet, a këna me të po minister? A ka me qenë minister, puna, profesioni jam nuk ka minister, më thonë, profesioni jam dhjetë që është mirë, po këto e në gjana që diskutojnë brenda partizë, më thonë, unë jam i gatshëm, kom qenë në një periudhë shumë të shkurt, kom qenë minister inovacion dhe ndërmarrësisë, e kam potencialin, e kam energjinë, e kam elanin, do më thonë, kam bashkëpunëtor shumë mirë brenda partizë. Po supozojna që në një qeveri ku PDK-ja është pjesë e saj, na të kesh kthy prap minister të inovacionit dhe ndërmarrësisë. Sa i shkon 3 sanet e para që i kështë bo si kryesorët? Kjo është pyetje shumë e vendë, do thonë, ne kemi planin që ne kam para vetës, do thonë, sa të kam vetë hipotekë, që kom qenë pjesë e hartimit të planit për inovacion dhe ndërmarrësi, po ashtu edhe planit për programit për arsem, do thonë. Janë disa gjana, ne kemi lanë të draftum ligjin për inovacion dhe ndërmarrësi. Ne kemi lanë të draftum pjesën e legislative për start-up'e, për trit, domethënë. Ne kemi lanë të draftum pjesën e akteve normative për business angel, ku kompanit investojnë në start-up'e të reja, domethënë. Dhe gjitha këto nuk janë marrë parasysh, përveç që si janë marrë parasysh, e kanë marrë dhe kanë mbyll Ministrinë e Inovacionit, e kanë dërgu një pjesë në Ministri të Arsimit që ka shumë agjencione tjera, e kanë që një pjesë në Ministri të Ndërmarrësisë që ka shumë agjencione të tjera, janë 2 prej ministrive që kanë një numër shumë madh të agjencioneve, dhe çka ka ndodhur domethënë kur ka menduar në atë kohë kryetari Kadri Veseli për me kriju Ministrinë e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, të e pas parasysh që kemi numër shumë të madh të trive, domethënë ka pas një vizion vitin 2017. Dhe çka ka ndodhur domethënë erdhi një qeveri e cila nuk ka vizion, e cila nuk ka projekt për këtë rini, domethënë përveç zhurmës dhe polarizimit, dhe në këtë formë domethënë e mbyllin një shpresë të vetme. Sot kompanitë po e kërkojnë Ministrinë e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë. Sot organizatat jo qeveritare që merren me këtë fushë po e kërkojnë kthimin e Ministrisë të Inovacionit dhe Ndërmarrësisë. Sot universitetet po e kërkojnë kthimin e Ministrisë së Inovacionit dhe Ndërmarrësisë. Dhe ne nuk e kemi dhe mendojmë që duhet me pas ne dikaster të veçantë e cila e trajton inovacionin dhe ndërmarrësinë, dhe puna e parë që më pyete çka duhet me bë miratimin e strategjisë kombëtare për inovacion, e cila duhet me qenë minimumi për 5 vite të ardhshme. Pika e dytë, duhet me bëjë ligjin për inovacion dhe për inteligjencë artificiale, do të thonë që ne duhet me bëjë. Pika e tretë, futja kodimit në klasë të ulta, për shkak se ne duhet me fillu me arrit logjikën fëmijëve sa më shumë që me qenë logjikshëm, në mënyrë që me mujt me bë ballë inteligjencës artificiale. Pika e katërt është krijimi i fondit inovacionit me bashk investim publik privat, do të thonë ku ju mundsohet startupeve të reja që me mujt me ecë përpara, dhe pika e pestë është një hub inovacioni i standardit evropian
me hube tjera regionale, për shkak se Kosova do të me qenë një hub regional i inovacion dhe ndërmarrësi. Se kam edhe 2 pika tjera. Nuk jemi në hub, për shkak se fqinjet tonë veç kanë fillu me i bo këto strategji mas neve, kur ne kemi mendu, kur atëherë ka mendu kryetari Kadri Veseli me kriju Ministrinë e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, ata nuk e kanë pas në agjendën e tyre, po ne kemi stagnu me mbylljen e kësaj ministrie. Pika, për shkak kur po kthejmë te hubi, pse hub? Për shkak se ne rrim në një rajon ku i kemi 1.1 milion 3 për klasës të parë deri në klasën e 12, mosha 6 vjeçare deri në mosha 18 vjeçare. Këtu po them Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Malizi. Dhe Kosova mund të me qeni par hub industrial. Pse mos me qenë Prizreni një hub industrial te pjesa ITP-s atje, ku mundën me ardhë të rritë prej regionit me punu dhe me dhonë kontributin atje. Pika e 6 është, qeveria do të me qenë klienti i parë. Këto start-up'e, që kjo në kupton, që një i ri dikush, sot kemi problem me sistemet e informacionit në shëndetësi, sot kemi problem me sistemet e informacionit në arsim, sot kemi problem me integrimin e teknologjisë në bujqësi, dhe nëse këtu u jepen të rive, përmes kreativitetit vetë dhe ideve të veta, me ndërtu solucione që i zgjedhin këto probleme, atëherë ne, qeveria du të me kanë ajo e para cila i merr këto produkte dhe i vendos në shërbim të qytetarëve. Që kjo është zhvillimi që ne duhet me qenë klienti i parë, dhe kur qeveria ju beson qytetarëve të vetë dhe trive të vetë, atëherë me hap mundësi edhe për kompanitë e huaja cilat kërkojnë shërbime, e që ne kemi një resurs shumë i rëndësishëm, e që janë trit e Kosovës, për ndryshe resurse tjera në Kosovë nuk kemi. Na po kemi probleme hala me energji. Dhe një gjabë do më këthy si pike 7 që është inovacioni, është programi Diaspora Mentors, mentorimi përmes diasporës. Ne diasporën nuk u gjëra me pasi vetëm si fuqi votuese. Ne diasporën nuk u gjëna me pa vetëm se remitencë cila që në pare në Kosovë. Diaspora, njerës, generata e 3 që është në diasporë, kanë zonë pozicionet mira në për kompani. Dhe ne duhet me ndërtu legislacionin, prandaj duhet strategjia, duhet me i pas qarta aktet normative, dhe ajo diasporë mundet me qenë me pas një mentorship shumë të mirë, për mes tyne me sjell kompaninë në Kosovë dhe natyrisht me mentoru 3 tonë në Kosovë. Kur jetë diaspora, krejtë shohin si vot diaspora në zedje, si remitencë, si investime në pare, dhe me thonë këta jonë shkun, kam punu, kam bë pare, hajde bëni pare të investani në Kosovë. Me cinë se po flosëm për teknologjinë dhe je i thirë ma shumë në qatë fush. A mundëm na me pas një strategji, qysh mi pru të rritjen që kanë zhvillu projekte, punujnë me teknologji atje, edhe me orë përvojat e tyre, edhe me pru partnerët e tyre, ose vetë me orë me në Kosovë me jap kontributin, edhe me punu edhe në Kosovë me projektet e tyre. Kjo është e pika 7 që e përmena, për shkak se, po e marrë një shembull. Unë kam mish studentat mi që punojnë në Sodiki, punojnë në kompanitë ndryshme, në Siemens, në Bosch, në këto kompanitë që janë shumë mëdha. Mirë po, ato janë pak problematike për ne, për shkak se ne nuk kemi potencial kadrovik për mi përmbush kërkesat e tyre. Pra ndaj e përmena që në shkollat fillore duhet me fillu sa ma heret kodimi e para, në shkollat e mesme duhet me pas lanë të ndërmarsis dhe inovacionit, me mujtë mi pregadit kuadrat, dhe pastaj me u bo kjo lidhja industrisë me edukimin që me mujtë mi forcu që ato kuadra me ju dalë balë kërkesave të industrisë. Por janë kompanit që quhen mid-size company, kompanit e mesme dhe dvogla në Gjermani, edhe në Austri, edhe në Zvicër, edhe në vendet të Bashkimit Evropian, por edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe mendoj që njerëz tonë që punojnë atje, na duhet me i taku, jo me i taku, që ta ke Albin Kurti njerëz tonë atje për edhe me i knu kong atje dhe me i taku për vot, domethënë. Ka majt disa takime me ndërmarrës, po ne nuk e kemi asnjë histori të suksesit. Na duhet me u dhënë aty në kështu. Duhet me kriju garanci shteti që çata njerëz kur të vinë këtu dhe krijojnë një klasteri bjen një qendër të qasaj kompanije atje, me i thonë që hajde këtu për shembull një studenti ose dikujna që e kemi pas na që i ngjë shumë që janë në për diasporë, me thonë çeku e ki hapësirën, çeku i ki kuadrat, se unë ti shkolloj kuadrat, me thonë ti përgatiti kuadrat, puna jote është me e pru qatë punë në Kosovë, që njerëz tonë, i riu jonë me kry qatë punë që atje dhe me ngrit kapacitetet sa ma shumë që është e mundshme. Kjo nuk po bëhet. Arsimi është ana shumë, do të thonë. Janë hallka që do të më lidhin një anën me tjetrën për me mujt me bëj. Çe po ta marr një shembull. Unë isha te Leoni Dekor në afër këtu Mitrovicë, do të thonë. Dhe ai mbrana kompanisë ka ndërtuar një qendër të
trajnimit të kuadrave. I merr prej shkollës mesme, i merr prej universitetit. Dhe çato kuadra një pjesë mbesin në kompaninë e tina, një pjesë dalin në kompanitë e tjera. Nuk e kishte problem se shkojnë dikon tjetër, për shkak se krijon një rezervuar të profesionistëve. Fabrikën e mobileve, fabrika e mobileve Loni Dekon. Dhe tash kjo është e vogël. Për Kosovën është e madhe për çka bën Loni Dekon në këtë rast, po është e vogël për shtetin. Dhe këtu duhet më tregu fuqia e shtetit. Ku duhet më thonë dëgja, çu ky modeli jote. Na duhet me marrë, me investu sa ma shumë dhe me rrit, me shkallëzu hala ma shumë këtë model, po kjo tani dënë çka? Dënë përkraje për industrinë që me rrit resurse teknike në njërën anë, dhe në anën tjetër me rrit dënë edhe përkraje financiare për me rrit resurset kadrovike që me mujtë me zhvillu kompaninë për para. Jena të full për teknologjinë dhe po du më nëllë pak të inteligenca artificiale në Kosovë, a është mundësi apo kërcënim për rinin? Inteligjenca artificiale është mundësi, është sfidë, momentalisht, e cila duhet me u kthy në mundësi. Pse në mundësi? Sot e ka rrit eficiencën, unë e përdori shumë. Inteligjenca artificiale e përdori shumë. E ka rrit eficiencën dhe është e armja. Që ja po ta marrni shumë. Kur kemi filluar me përdor internetin mas luftën në Kosovë, mësimdhënësat tonë ka pas disa prej tyre që na thëshin që s'keni me vy kurrë se pe merrni krejt në internet. Kanë qenë gabim. Për shkak se ne përmes internetit kemi mri me shku me u shkollu jashtë vendit. Qysh e kum gjetë në universitetin, e kum gjetë përmes lidhjeve që kum pas kontakteve, në thonë përmes profesor Shoqëri Haxhës i cili ka qenë këtu, po aplikimet e gjitha këto do të thonë i kum bë online do të thonë. Dhe pjesën tjetër kum shku në Angli do të thonë, e kum kryer doktoraturën, jam kthy në Kosovë dhe kjo ka qenë mundësia që na ka dhënë interneti, domethënë, dhe jemi updateu vazhdimisht, kemi marrë informacione më shumë. Sot unë po ndëgjoj njerëz që thonë është rrezik, ne nuk guxojna me bot njëjtën gjë që ata kanë bërë me neve. Për arsye se ma vonë kanë me na gjyku edhe ata neve qysh po flasun sot për disa prej mësimdhënësve të mi. Prandaj, inteligjenca artificiale, kjo që është generative AI që thonë ana. Se inteligjencë artificiale është shumë e gjanë, është machine learning e janë shumë gjana tjera, mirë po që kjo generative AI që është, ose decision making, autonomous decision making, që do të thonë vendimarrja automatike. Kjo çka po flasim na është generative AI. Çka do që t'jap ti, ai ka me të kthy, nëse ti din me bë promptin mirë, ai ka me ditë me të përgjigj mirë, domethënë, se na edhe prandaj kemi këtë shkallësi tjetër që quhet prompt engineering. Nëse ne nuk dimë me bë pyetje të sakta, dhe çka është kjo? Kjo do të më rrit logjikat e fëmijët. Me ditë me bë pyetje. Prandaj ne ato që përmenda më duhet me intervenu në shkollat fillore, që gjenerata që po vjen me qenë e gatshme me kthy në mundësi inteligjencën artificiale. Zgjori jam se nuk e përdori AI, domethënë këtë chatbotin, për shkak se po ma zvoglan çosin kritike ndaj gjanave. Tash që to shaj rreziku, domethënë. Na, për shembull, unë ti nuk e kemi problem se i kemi kompetencat në fushat tona. Dhe nuk na bën dëm. Po foli për nxënës klasës 7. Po, klasës 7. Tash, çdo po do të thonë, nëse i ka të zhvilluar çto te logjika po kthejnë, te mendimi i thellë, do thonë, po kthejnë atë atje. Nëse i ka të zhvilluar prej klasës së parë deri në klasën e 5, dhe janë duke u zhvilluar deri në klasën e 9 dikon. Atëherë më nuk ka me pas problem për shkak se ai ka rezonim. Din me bë ulëmtim, din me bë analizë, din me bë krahasim, do thonë, dhe ai nuk ka me pas problem. Prandaj ajo është që na mendojmë që kam na kthy jo, se na kena më shku truni njerëz funksionon që atë formë që shkon të e lyp hala të sfidu veten më shumë. Nëse llogaritja në 2022-ën kur nuk e kam përdor ose 23-ën kur 21-ën kur se kam përdor inteligjencën artificiale, kam pas këtë një tjetër mendim, domethënë, po shkallësitë e mia janë rrit hala më shumë duke përdorur inteligjencën artificiale. Prandaj na duhet më jap mundësi, po kjo duhet më bëj intervenim përmes sistemit të edukimit në qysh prej klasës parë na është edhe më herët tek nxënësa. Përmendë se ke vazhdu shkallimin e lartë në Angli edhe sane, a mund është pak se në gjenerat e viteve të 10-ta, domethënë, a ka qenë sfidu se më shkallun Kosovë dhe a ke mujta në më përshtot atje në rrefim pak tonë njëtësur lidhje me shkallimin tuaj deri tash ku je këtu si profesor. Shkollimi jam nuk ka qenë i lehtë, domethënë, edhe për shkak se unë kam jetuar domethënë kur ka filluar periudha apartheidit. Po flas në atë kur vitin 1990, vitet 90-ta, unë më kanë bikon klasën e 10 vjet
që i bën dikon klasën e 4 ose 5, nuk e di sakt cila ka mujt me qenë, ka fillu skamja. Është dasht prindi i cili ka punu, babet që ka punu fabrikë Llamarinës, është dasht me dalë dhe me punu në pazar. Dhe natyrisht më qenë pjesë e kontributit në këtë proces, do të thonë punoj për moshës 10 vjeçare, dhe është dasht me u marrë me tregti, me shitje të duhanit, që sot s'kan kuptim për shkak se janë veprimtari që mund me thonë edhe ilegale nashta. Më kujtohet në atë kohë kur u merr shumë me valuta, me këmbim valuta për shkak se na nxjekë inflacioni mbrana markaxhi, do të thonë na nxjekë inflacioni mbrana ditës deri në mramje ti më dinart me të nxos më do tash na u dashkë si fëmijë del shumë i kthy në marka, dhe çan do të thonë, domethënë tu e boç ato fillu me bolla tregti dhe me valuta, domethënë në atë kohë se fitojshëm diçka. Më kujtohet 40 marka në ditje kur i ndrrejshëm marka dinar, më isha me bleni kilogram sugjuk me çute shtëpia, domethënë çka ka qenë çush kemi punu na. Pastaj probleme domethënë 10 vite, pastaj lufta, domethënë kur filloi lufta e armatosur e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe s'kemi lënë gjë pa përjetuar, domethënë apartheid, komunizmin apartheidin, luftën, pastaj mas luftës e kryeva shkollën e mesme, domethënë hajde me shku në për s'dishëm as pse po studiojna, as çka po studiojna, se kena pas qartë ku kena me punu, domethënë ka qenë ndjenja vetëm hajde të kryjmë një shkollë dikon edhe të bëjmë. Po unë gjithmonë i kum dashur shkencat teknike, domethënë për shkak se si fëmijë gjithmonë i kum hap këto radiot, i kum rregullu ndrem siguresa ato elektrikën edhe elektronikën e kam pasient qysh prej fëmijë kur kum qenë, domethënë. Edhe hajde me shku diçka që ka elektro. Elektro atëherë u konë shkencat kompjuterike. Ma shumë këna mësu elektronikë, se sa që këna mësu programem ose database e gjana tjera. Dhe hajde u krya e pjesë atje, pastaj kum punu një kohë në Psembans në Voshtre, kum punu një paralele majshë edhe një punë Prishtinë, se u dashke familja, dullu mas lufte, shkrëm dullu mas lufte, edhe u dashke me punu pak ma shumë, e majshë edhe një punë sekundare, në më thonë ndreqa fotokopje në Prishtinë, në kompaninë Art House, pastaj e patap në internet kafe, në më thonë me që ato veprimtari, një kohë punu në fabrikë Llamarinës si inxhinier për matje, regulacion dhe automatik, dhe erdhë mundësia u taku me profesorin Shoqëri Haxha, i cili punon në Universitet Kentit, edhe diskutojshëm, është interesante, unë desha më regjistru në master në Universitet Prishtinës, edhe më thëshin nuk bën me të pranu se je prej universitetit, prej fakultetit në Mitrovic. Edhe thëshon si kum zgjedh profesorat, kum lyp shkollën më shkuaj, kum krye dhe ato test namni, po hi pe këshyrëm që s'moj më pranu ata. Dhe nuk um pranojshën të shinje, që kjo ka qenë mendësia jonë, so vështirë ka qenë me u shkollu. Prandaj unë e du arsimin shumë, du me kontribu në arsim. Dhe thonë, Prishtinë Mitrovic, nuk um pranojshën për shkak se je prej fakultetit Mitrovic. Dhe tash, duke bisedu me profesorin Shoqëri Haxha, për vitin 2003-2004 dikon, më thonë ata. Unë punojsha, po desha me, është kjo long life learning, e kum dashur edhe shkollën edhe praktikën edhe gjitha. Dhe nuk pranojshin. Ka qenë thymje shumë e madhe. Do thon me të anal zhvillimin e më të tjerë. Se në tjerë atje të Mitrovicës. Po na jeni tjerë, domethënë ka pas një farë. Edhe tash u taku me profën edhe thotë, domethënë në Universitet Kentit fillova me u interesu, më tha aplikova, u pranova dhe ka qenë me u pranu në doktoratur drejt. Për shkak se kushtet e mia financiare nuk e përballojshin pjesën e masterit, domethënë në Angli. Dhe çka bënëm, domethënë, unë nuk e disha, domethënë që ka mundësi, po pas intervistës që kemi pas me head of the department atje, domethënë unë kam kalu intervistën dhe jam pranu drejt e në doktoraturë. Dhe kjo ka qenë një gjë që Anglia këtë ka të mirë, domethënë, nëse ti mundesh me i kthy shkallë të shkollimit, nëse je kompetent dhe mundën me të vlerësu që je. A këtu s'u pranoshin master këta. Tash çka ka ndodhur, domethënë, u përfundu doktoratura, gjatë doktoratës kam punu në Angli si demonstrator, ata nuk kanë asistent, por studentat e doktoratës merren me pjesën e ushtrimeve laboratorike. Fushën e kum pas broadband communication, do thonë edhe u kon optical code division multiple access, u kon fusha e me ngushtë, do thonë ka qenë edhe elektronik, edhe broadband communication, edhe programim besa, se dosh me i bo simulimet kanë qenë shumë komplekse me MATLAB, me Simulink, me gjana që u dashke pastaj me i kthy me implementu edhe në pjesë teknike, do thonë në pajisje teknike. Do thonë edhe si demonstratore kum pas sistemin britanes që janë më ndryshe.
Pak pa e përfundu doktoraturën, u pranova si mësimdhënës part-time me jam si matematik në shkollë të mesme. Dhe që aty e kum pa, që sistemi jonë e edukimit duhet me ndryshu. Që aty më ballafaqu që nuk e kuptesha që një klasë gjenerate e njëjtë, klasa 10, 10 ne dhe 2 mëseshin me tjera libra, 10-3 me tjera libra dhe 10-4 dhe 5 me tjera libra. Për shkak se sa ma i madhe indeksi i klasës, shkoj ke nxënësat ma dëbë, dhe më thonë u bëjke ndarja nxënësat, dhe tjera libra u përdërshin, që kjo metoda diferencimit brenda vitit, dhe më thonë, brenda generatës. Dhe aty e kum pa, që aty e kum një bitekun mas pare, e cila është standard e landëve profesionale dhe të matematikës dhe këto. Dhe kjo është arsyeja pse unë e kum sjell, dhe më thonë, dhe e kum hap shkollën me program të bitekut në Kosovë për shkak se e kum pa që atje. Pastaj kur u ktheja ta tregoj një detaj. Kur më kthy prej Anglisë, nuk ma nostrifikojshin diplomë. Se më thëshin qysh pa master. Tash u dasht me marr konfirmime, u dasht ka qenë më kujtohet, ose japshin mendime ndryshme, ka marr filani, ka qenë filani, unë mretneshën nuk e kam familjar atje që me mujt me kryshko. Ka po çdo gjana jën kon shumë të theksume. Dhe tash, më thonë që kjo është arsyeja pse unë du me najtë në politikë. Me ndiku sa ma shumë që të muna, që ato çka unë e kum pas problem, dhe e kum bajt në kurën teme, në shpinën teme, me ndryshu dhe mi ofru mundësi që gjeneratat e arshme mos me pas, dhe çdo ditë e jamja, që punoj me studenta, dhe me nxënësa, është një përmbushje më e madhe që e bën për mua. Gjatë viteve të fundit e ke hap një gjimnaz teknologjisë informative në Prishtinë. Po. Qysh përse dallimin me shkollat e mesme, se ta ke punu edhe me atje edhe, a mësën e të dëmtu sistemin publik, ose Prishtini me konkuru me juve me hapin e shkollave private? Sistemi nuk kisha dasht me diskutu këtë pjesë, për shkak se tash jemi në një kohë fushate edhe ato, po mendoj që shkolla jonë është e hapur, dhe i kemi informacionet vazhdimisht se çka bëjmë, kemi sjell një standard shumë të mirë në Kosovë, që mund me ka model edhe për institucionet tjera që me marë si model. Na jemi shkollë EduTech që quhet. Tek ne nxënësi, çdo nxënës ka laptop. Literatura është online, e kemi literaturën e personit, britaneze. Tjetër shka, çdo klasë ka smartboard. Çdo mësimdhënës trajnohet. Çdo e kemi sistem për menaxhimin e dhonave studentave kemi digital, domethënë që kemi. Dhe është komplet EduTech. Tjetra çka është? Plan programi është i kohës, i cili përditësohet çdo ditë, domethënë. Dhe prandaj mendoj që kemi sjell një model të ri në Kosovë. Tash po kthehena tek pjesa shtetërore. Shkollat çdo nxënës në Kosovë apo updatetohen plan programet apo janë hap me kohë. Sa i përket teknologjisë është e vështirë me përcjell trendin dhe do të thonë ndryshime ka të mëdha, ka rapide dhe na duhet shumë shpejt me u përshtat. Para 3 vjetë s'ka pas inteligjencë artificiale, para disa kohë s'ka pas cloud computing, s'ka pas këtë që quajnë ana distributed system, sistemet e distribuara që janë këto, domethënë në fushën e kompjuterikës, dhe këto po vinë gjëra të reja, na nuk e dim. I dim disa që janë të arë, po nuk e dim edhe çka ka me arë shumë shpejt. Prandaj, na do të me konë shumë të shpejt në updatimin e këtyre programeve, dhe kjo shkon përmes trajnimeve. Na i kemi friksu mësust me përjashtim prej pune përmes testimit. Nuk u dzojna me vokta. Mësusin do të me marrë dhe me trajnu. Estonia të në verën i ka pagu shtesë mësimdhënësa dhe si kalon me shkum pushim, për shkak që me trajnu për inteligjencë, qysh me përdor, me zbatu inteligjencën artificiale në mësimdhënie. Na, mësuesi jon, sot është tan dita i kalon të mushë, një pjesë shumë e madhe ditës i kalon të mush ditaren. Na do të me kalu në sisteme teknologjike, digitale, ku ditare më mos me qenë ngarkesë për mësimdhënësi, po me jap hapësirë më përgatit. Tek ne mësuesi nuk ka laptop. Po ditore që atë e hu pa kohën, a vdesh kanë gjysa orës. Po veç, na kemi lënë hapësirë, domethënë, na duhet me trajnu mësuesin dhe nuk duhet me friksu mësuesin me thonë çesën pe punës, se edhe vendet më të zhvilluara sot, nëse nuk e trajnojnë, çe be marrin parasysh, pe marrin pe çesën për punë. Para 4 vjetë, 3-4 vjetë s'ka pas AI. Tash jam i thonë aty, po çes pe punës s'di me përdor AI-na, jo më smunësh. Dush me marr, me përgatit dhe me trajnu dhe me bë të gatshëm për me përdor inteligjencën artificiale. Këto nuk është të e bo shteti jonë. I kanë ngarku me ditarë, duhet me hek ditarët bre. Janë sisteme të lira, janë sisteme që tash ma herët që mundet përmes start-upëve më ndërtu sisteme. Dhe mësuesit duhet me nejt gati.
Mësuesin nuk guxojnë me friksu për shkak se kemi friksu dhe mbi të gjitha, paga është e tmerrshme. Paga duhet me qenë për mini 1.000 euro, paga mësimdhënësit, për me mujt ai me qenë i gatshëm për me mësu dikan. Dhe kjo është e vogël, për shkak se meriton më shumë. Çfarë do të japë një gjani? Vetëm 4 mësues i kemi në Kosovë që kanë kalu prej kualifikimit të karrierës, se janë 4 nivele të zhvillimit të mësimdhënësit, karrierës ka kalu në vetëm 4 kanë kalu në mësues të avancuar. Dhe këta 4 s'ka mujt me bën një bazë ligjore, një akt normativ që mi kompenzu as rrogat që jap. Kjo është e ngadalshme. Anaj kemi 2 nivele tjera. E kemi mësues mentor dhe mësues meritor, domethënë. Që është niveli i fundit. Dhe këto tona parashojnë rritje të pagave për mësimdhënësa dhe qeveria jon leqës po i bën trajnime, domethënë, tenton me i testu, po duhet me i trajnu dhe pastaj me i testu në bazë të asaj çka tek e trajnu mësimdhënësin paraprakisht në ato. Prandaj mësuesit duhet me nejt ofër. Mësuesi nuk guxon me mbet vetëm, mësuesi nuk guxon me ja hup integritetin e tina që e ka, po duhet me forcu sa më shumë për shkak se mësuesi është rol modeli i nxënësit i fëmijët tonë duhet me qenë sot. Pra, për fund, po ja bën një pyetje, politika për juve është profesion a mision? Profesion politik, kisha thonë, atë ne kemi profesionet tona, të paktën për mu nuk është, domethënë, po tani jetën me politikë mi rrezik kur që me bëti tërsen. Po, për mu është me rëndësi, domethënë unë kam një përgatitje temën e përmena gjitha ka qenë e vështirë, domethënë për fazat vështira, po gjithmonë ju kam afru edhe praktikës, edhe pjesës teorisë, domethënë edhe pjesës shkollimit personal, temën e kam kogja stabil shkollimin, domethënë edhe pjesën e zhvillimit karriere kam prej moshës 10 vjeçare, domethënë që përmend ato vështirësitë, pastaj kur kum fillu mas lufte ku liria ma ka jap mundsinë që unë me mujt liria fal luftës së shtisim të Kosovës, ma ka dhënë mundsinë që unë me mujt me hi në sistem tonë shtetëror me punu, në qoftë shkollë të mesme, në qoftë biznese private, në qoftë gjëra, domethënë dhe kom provu me i lidh këto gjëra, domethënë. Dhe kjo ma krijon një bazë të fortë, domethënë në karrierën time, e cila unë nuk besoj në papunësi. Unë nuk besoj në dështim në karrierë, por shkak se jam kujdes gjithmonë me qenë stabil në zhvillimin tim në karrierë. Dhe mendoj që e kum provu domethënë me qenë një udhëhec e një dikasteri qeveritar, Ministrisë të Inovacionit, dhe mendoj që kam energji. Çat energji, dijen, kompetencën që e kam, dija është pa kufi. Po çat kompetencën që kam zhvillu këto vite, mendoj që muna me kthy në funksion edhe më të madh. Unë çdo ditë punoj, çdo ditë do kontribut me studentët e mi, edhe në industri. Domethënë, na kemi themeluar edhe një kompani tjetër që është për zhvillimin e software ku janë, domethënë kemi edhe 13 punëtorë tjerë që zhvillojnë software, domethënë për vendet e Bashkimit Evropian. Dhe mendoj që unë japi kontribut ditor domethënë këto punë. Po mendoj që me ekipën që kam përgatitur tek institucionet që unë i kam kriju, mendoj që kam një farë pavarësie për shkak se forma jam e zhvillimit është kjo qeverisja korporative, ku gjithmonë ku shkoj mundona me ndërtu ekip. Dhe kum punu në Universitet Mitrovicës, sot nuk jam, po mendoj që kemi bë punë të mira, kemi bë program të mirë, kemi bë një mundësi për studentat. Dhe që kjo që mu ma krijon pastaj pavarësinë, që unë me mujt me ecë matutje, atëherë mendoj që kam një energji të mjaftueshme për me mujt me dhënë ndikimin tim pak më të madh, impaktin tim më të madh dhe mendoj që veri unë ka nevojë për njerëz që kanë njohuri, know-how që quhet në anglisht, në fushat caktuara, jo në gjitha fushat, po edhe kanë një energji dhe dojnë vend e vet. Na sot e vetmja formë për me mujt mos me hi bërç të gjeneratat e ardhshme. Për shkak se na s'kem që him bërç të gjeneratat e vjetra. Sa ata kanë kryet veten. Po na him bërç të gjeneratat e ardhshme, nëse jetën tonë nuk e bojna në atë formë që me kriju diçka mirë për gjeneratat e ardhshme, na kemi me hi bërç të ta. Prandaj, misioni jonë duhet me qenë që me kriju kushte sa më të mira për gjeneratat e ardhshme. Jeta jonë është shkën ka dale, po na duhet me menu që mos me pas fatin ton gjeneratat që vinë mas neve. Edhe një profesor po më i pat vetë, mesazhi i fundit për mesazhi për zetën 28 dhjetore, cilë mesazhi për qytetarët. Mesazhi është ky, domethënë, qytetarët, qoftë këta në Kosovë, qoftë diasporës që janë, duhet me menu racionalisht dhe me menu qartë se çka janë të bëjnë. Me imi këshy kush janë kandidat në listat për deputet. Me këshy kush ka program. E kemi hub
Albin Kurti, me lëvizjen vetë vendosje, e kanë humbur vlerën e programit. Për shkak se kanë ngaru pa program. Dhe për shkak të populizmit e ka humbur vlerën e programit. Prandaj, le të marrin është programi i qartë. Le të kthyerin kompetencën e njerëzve që flasin për ta. Na mundu me fol gjithë ditën për fushat caktuar që i kemi na, nuk përzihen fusha tjera. Gjithkush e ka fushën e vet. Prandaj, është shumë e lehtë, merret lista e kandidatëve. Dhe mendoj që Partia Demokratike e Kosovës, dhe besoj, dhe jam i bindur, për ndryshe nuk shka qenë pjesë e listës, që i ka njerëz që mundu me dhonë kontribut shumë të madh në zhvillimin ekonomik këtij vendi. Këtij vendi i duhet zhvillim ekonomik. Dhe në momentin që e kemi zhvillimin ekonomik dhe i kemi trit brenda Kosovës të dijshëm, nuk ka që na nal neve. Për shkak se potenciali jon është rinia, do thonë mosha, jemi vendi me moshën më të re që kemi. Prandaj edhe trit po i lus. Un kam shumë studenta, kam bashkëpunëtor, po marr shumë telefonata, thirrje, po më shkruajnë, po më kontaktojnë, domethënë, dhe po e shoh që ka një farë entuziazmi, ka një farë vlerësimi, domethënë, që ata ta bojnë për shkak se e ndjen emocionin që e ki për të mirën e tyre. Prandaj, me i marrë me i këshyrë këto lista, domethënë, dhe me e pa kush janë këta njerëz, dhe me votu racionalisht për ata. Po e marr vetëm një gjë. Në vitin 2014 presidenti thoq, ka pas program misionin e ri. Dhe, që ka ndodhë për shkak të kalkulimeve politike, edhe pse Partia Demokratike e Kosovës ka dale para në zgjedhje, nuk e kemi bërë na, nuk kemi qenë na, nuk e kemi pas kryeministin tonë. Dhe mendoj që e keqja këtij vendi ka fillu prej vitit 2014, për shkak se nuk ka ecë çaj misioni i ri. Me që s'ka ecë misioni i ri, kemi pas një regres mrapa, ka ndodhur disa, edhe në atë qeveri ka pas për shembull sistemi fiskale, ka ndodhur disa gjëra kanë vazhdu, mirë po prej 2019-s. Dhe të më thotë mu dikush që ka pas një zhvillim. Pse? Pse s'ka pas program. Prandaj duhet me besu në programin e Partisë Demokratike për me mujt me shty edhe me ecë përpara ky vend. Nuk kemi më kohë. Koha po shkon më, s'kem kohë më. Na duhet me punu, se jem të harxhu, jo vetëm kohën tonë, po dhe kohën e gjeneratave tashme që janë të ardhë mas neve. Prandaj, Partia Demokratike, unë e ftoj qytetarët me votu listën e Partisë Demokratike të Kosovës, me votu kandidatin për kryeministër Bedri Hamza, dhe mendoj që kanë me jep vendit një shpresë dhe një mundësi që me ecë dhe me u zhvillu përpara. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi e jashtëzakonshme. Faleminderit juve dhe kënaqësi me kon studinë juve, përsërit edhe herë se po më krijon një farë ndjenje të mirë. Faleminderit. Shikues të nderuar, shihemi në javën e ardhshme. Faleminderit.